Duke jetuar në një vend pothuajse të përpirë nga rëra, ku më shumë se 95% e territorit është shkëtëtir dhe rreshjet janë pothuajse ineksistente, Arabia Saudite ka arritur diçka të paimagjinueshme, duke ndërtuar një sistem gjigant qeliku për shpërndarjen e ujit nga deti i Kuq. Vendi furnizon të gjithë kombin e tij. Çdo ditë, miliarda litra ujë deti tërhiqen në komplekse të mëdha të desalinizimit dhe më pas pompohen përmes shkëtëtirës nëpërmjet një rrjeti tubacionesh që shtrihet për mijëra kilometra, duke sjell ujin nga deti drejt brendësisë së vendit. Vetëm kjo përbën një arritje të jashtëzakonshme inxhinierike. Por shndërrimi i ujit të kripur të detit në ujë të ëmbël të përshtatshëm për pije, bujqësi dhe industri është ajo që jep Arabisë Saudite respekt global. Pra si ndërtohet dhe si funksionon ky lum i padukshëm prej qeliku. Arabia Saudite ka më shumë se 37 milion banor dhe pothuajse e gjithë popullsia ndjek islamin. Ajo që bie veçanërisht në sy është fakti se shumica e popullsisë është të përqendruar dendur përgjatë bregdetit të detit të Kuq dhe gjirit persik, ndërsa brendësia e gjerë mbetet një shkëtëtir pothuajse e pabanuar. Arabia Saudite zotëron atë që bota e dëshiron më shumë, naftën. Me më shumë se 40 trilion litra naftë në tokën e saj, vendi ende duhet të shpenzojë miliarda dollar për të prodhuar çdo pikë ujë të freskët. Rreshjet mesatare vjetore janë në 100 mm, ndërsa temperaturat verore rregullisht të i kalojnë 45 gradë Celsius. Për të mbijetuar në këto kushte, Arabia Saudite ndërtoi një sistem kombëtar tubacionesh për ujë. Rrjeti përdor tuba qeliku karboni me rezistencë të lartë, të ngjashëm me ata që përdoren në industrinë e naftës dhe gazit. Kostot e ndërtimit mesatarisht janë rreth 3 milion dollar për kilometër tubacioni, pa përfshirë stacionet shtesë të pompimit dhe impjantet e avancuara të desalinizimit, secila prej të cilave mund të kushtojë 10 milion dollar. Por nga e merr ujin ky tubacion? Përgjigja është një burim pothuajse i pashtershëm, uji i detit. Megjithatë, uji i detit përmban rreth 3.5% krip, shumë i kripur për të përdorur për pije apo ujitje. Pikërisht për këtë arsye u zhvillua teknologjia e desalinizimit, duke i dhënë Arabisë Saudite një furnizim pothuajse të pakufizuar me ujë të përdorshëm. Tubacioni transporton ujë nga implante gjigante të desalinizimit të vendosura pranë detit të Kuq. Çdo ditë, një implant i vetëm mund të shndërrojë rreth 7 milion litra ujë deti në ujë të pishëm, duke konsumuar një sasi të madhe energjie gjatë këtij procesi. Hapi i parë në ndërtimin e një tubacioni ujë ndërkombëtar është prodhimi i vetë tubave. Tubat zakonisht prodhohen nga qelik karboni me rezistencë të lartë, i ngjashëm me qelikun e përdorur në tubacionet e naftës dhe gazit. Kjo u lejon atyre të përballojnë presionin e vazhdueshëm të pompimit, goditjet mekanike gjatë instalimit nën tokë dhe ciklet ekstreme termike të shkëtëtirës. Pllaka qeliku drejt këndore pritën nëpër masa të llogaritura me saktësi, të mjaftueshme për të rrotulluar në tuba rrethor me një diametër prej rreth 1.8 metrash dhe një trashësi prej gati 25 milimetrash. Këto pllaka më pas futen në një makinë rrotulluese me shumë akse, ku rrotullat e përkulin qelikun gradualisht, hap pas hapi, derisa dy skajet bashkohen, duke formuar një trup tubi gati për fazën tjetër të saldimi gjatësor. Pasi saldimi përfundon, tubi kalon nëpër një linjë ftohje me rrjedh të drejtë uji për të ulur temperaturën e tegelit të saldimit. Më pas, tubat e qelikut lustrohen me kujdes përgjatë të gjitha skajeve dhe qosheve për të hequr papastërtitë dhe për të siguruar saktësi gjeometrike përpara saldimeve të mëtejshme. Të dy skajet e çdo tubi përpunohen më pas me saldime me skaje të pjerta, duke krijuar sipërfaqe optimale kontakti për lidhjet ndërmjet segmenteve. Çdo segment tubi është zakonisht rreth 12 metra i gjatë, mjaftueshëm i gjatë për të reduktuar numrin total të saldimeve, por ende praktik për transport.
Ky dizajn u mundson tubave të bashkohen shpejt, të ruajnë vulosje të forta ndaj presionit dhe të mbeten strukturisht të qëndrueshëm në afat të gjatë ku instalohen përgjatë traseve të tubacioneve ndërrajonale. Pasi përfundojnë, tubat e qelikut zhvendosën në një zonë magazinimi në ambient të hapur, ku grumbullohen sipas grupeve dhe shënohen qartë për logjistik dhe gjurmim. Prej andej, ato ngarkohen në mjete të specializuara transporti, duke përdorur pirun ngritës ose vingja dhe fiksohen në mënyrë të sigurt për të parandaluar deformimin gjatë transportit. Në fund, segmentet e tubave transportohen qindra kilometra drejt kantierit të ndërtimit, ku saldohen së bashku drejt për drejt përgjatë rrugës së tubacionit ndërterritorial. Procesi i instalimit fillon në zona të mëdha përgatitore, të vendosura përgjatë rrugës së tubacionit. Këtu, segmentet e tubave të prodhuara plotësisht grupohen sipas diametrit, gjatësisë dhe rendit të instalimit. Ekipet inxhinierike kryejnë inspektime përfundimtare vizuale, duke kontrolluar drejtësinë e tubave, gjendjen e veshjes mbrojtëse dhe shenjat identifikuese. Organizimi i duhur në zonën përgatitore është thelbësor për të ruajtur një rrjedhë pune të vazhdueshme, për të minimizuar vonesat dhe për të reduktuar gabimet gjatë punës në kushte të ashpra shkëtëtire. Në të njëjtën kohë, ekipet e matjeve përcaktojnë me saktësi rrugën e tubacionit përmes shkëtëtirës, duke përdorur sisteme GPS, stacione totale dhe të dhëna të terrenit. Traseja shënohet drejt për drejt në tokë me kunja dhe bojë të dukshme. Kjo fazë siguron që tubacioni të ndjek rrugën më të qëndrueshme dhe më efikase, duke shmangur toka të dobta, zona me rërë të lëvizshme dhe zona të prirura ndaj erozionit. Për tubacione që shtrihen qindra kilometra, përcaktimi i saktë i trasesë është kritik për integritetin strukturor afatgjat. Para se të fillojë hapja e kanalit, kantieri duhet të pastrohet dhe të nivelohet për të lejuar funksionimin e qetë të makinerive të rënda. Rrugë të përkohshme hapen paralelisht me tubacionin për të akomoduar kamion, eskavator, saldues dhe mjetet transporti materialesh në shkëtëtirë. Përgatitja e kantierit përfshin gjithashtu masa për kontrollin e pluhurit dhe stabilizimin e rërës, për të siguruar dukshmëri dhe siguri për punëtorët. Ky është një hap themelor që garanton funksionimin e qetë të gjithë procesit të ndërtimit. Pasi traseja përfundon, ekskavatorët të mëdhenj me zinxhir fillojnë hapjen e kanalit përgjatë vijës së shënuar. Kanali hapet me gjerësi dhe thellësi të sakta, duke lejuar hapësirë të mjaftueshme për vendosjen e tubave dhe mbushjen pasuese. Toka e gërmuar seleksionohet në vend. Materiali i përshtatshëm ruhet për mbushjen pasuese, ndërsa toka e papërshtatshme hiqet. Ruajtja një thellësie dhe drejtimi të qëndrueshëm të kanalit është thelbësore për të parandaluar deformimin ose çrregullimin e tubave pas instalimit. Në disa segmente të tubacionit, që kalojnë në terrene malore të bjerta dhe të thyer, përdoren eksploziv për të hapur kanale drejt për drejt në shkëmb të fortë. Vendosen ngarkesa të kontrolluara dhe shpërthehen me radhë për të çarë shkëmbin përgjatë trasesë së planifikuar. Kanali i krijuar nga shpërthimi siguron thellësi dhe gjerësi të mjaftueshme për të vendosur tubacionin në mënyrë të sigurt, edhe në zona ku gërmimi mekanik është i pamundur. Kjo metodë lejon vazhdimin e ndërtimit në peizazhe ekstreme, duke mbajtur tubacionin të varrosur, të mbrojtur dhe strukturisht të qëndrueshëm. Pas gërmimit, tubi nuk vendoset drejt për drejt mbi fundin e kanalit. Në vend të kësaj, në fund, shtrihet në mënyrë të njëtrajtshme një shtresë materiali e përzgjedhur, zakonisht rëre imet ose tokë e sidur, për të krijuar një shtresë mbështetëse. Kjo shtresë shpërndan ngarkesat në mënyrë të barabartë dhe redukton përqendrimet e stresit mbi tub. Shtresa nivelohet dhe ngjeshet lehtë për të arritur lartësinë e kërkuar. Në terrene shkëtëtire me toka të lirshme dhe të thata, ky hap është jetik për stabilitetin afatgjat. Për ndërtimin e traseve të tubacioneve me diametër të madh, përgatitet paraprakisht një korridor ndërtimi rreth 40 metra i gjerë.
Kjo mundëson që i gjithë procesi i instalimit të ecë në mënyrë të pandërprerë, me një ritëm mesatar prej rreth 1.5 kilometrash në ditë. Zgjidhen segmente tubash me gjatësi rreth 18 metra për të reduktuar numrin e saldimeve në terren. Megjithëse kjo kërkon kapacitete shumë të larta për ngritje, transport dhe rreshtim të saktë gjatë ndërtimit. Në vendin e saldimit, një kapse hidraulike e brendshme për rreshtim vendoset brenda nyjes së tubit dhe zgjerohet me këmbë kapse 360 gradë. Kjo mban dy segmentet e tubit në përqendrim të përsosur dhe të rreshtuara saktë përpara dhe gjatë kalimit të parë të saldimit. Një operacion saldimi automatizuar, i mbështetur nga rreth 80 punonjës dhe 10 makineri të specializuara, mundëson realizimin e deri në 150 saldimeve në ditë. Pasi saldimi përfundon, çdo nyje i nënshtrohet një inspektimi ultrasonik të automatizuar për të siguruar që nuk ka defekte të brendshme. Më pas, ekipi i veshjes së nyjeve kryen pastrim me rër abrazive për të pastruar sipërfaqen dhe aplikon një shtresë epoksi të lëngshme me shumë përbërës, duke krijuar një shtresë mbrojtëse të fortë dhe plotësisht të izoluar. Para mbushjes së kanalit, segmentet e montuara të tubit ulen në kanal, duke përdorur traktor me krah ansor. Mjetet të specializuara me zinxhir të projektuara për ndërtimin e tubacioneve me diametër të madh. Disa krah ansor punojnë njëkohësisht përgjatë tubacionit, secili duke ngritur një pjesë të vargut të tubave me rripa të mbushur dhe kablo çeliku për të mbrojtur veshjen. Vargu i tubave ngrihet në mënyrë të barabartë dhe mbahet i pezulluar mbi tokë, ndërsa makineritë lëvizin ngadalë përgjatë kanalit. Koordinimi i saktë midis operatorëve është thelbësor për të shmangur për dredhjen, përkuljen ose kontaktin me muret e kanalit. Kur pozicionimi është i saktë, tubi ulet gradualisht, centimetër pas centimetri, derisa të vendoset në qendër të kanalit mbi shtresën mbështetëse të përgatitur. Gjatë gjithë këtij procesi, topografët monitorojnë vazhdimisht lartësinë e tubit, drejtësinë dhe lakimin natyror, për të siguruar që nuk krijohen tensione të mbetura. Kjo metodë mundëson vendosje të shpejtë, të kontrolluar dhe shumë të saktë, duke e bërë ideale për trase të gjata dhe të drejta tubacionesh në terrene të sheshta shkretëtire. Pasi tubi vendoset, kanali mbushet në disa shtresa. Shtresa e parë përbëhet nga materiali i imët për të mbrojtur veshjen e tubit, e ndikur nga toka e gërmuar më parë. Çdo shtresë ngjeshet mekanikisht për të arritur dendësinë e kërkuar dhe për të minimizuar uljet e ardhshme. Në kushtet e shkretëtirës, ku struktura e tokës ndikohet nga era dhe temperaturat ekstreme, ngjeshja e dur është thelbësore për gjatësinë e tubacionit. Procesi fillon me tërheqjen e ujit të detit drejt për drejt nga oqeani i hapur dhe drejtimin e tij drejt brendësisë së tokës, duke krijuar një furnizim të qëndrueshëm dhe të pandërprerë me ujë të papërpunuar për implantin e desalinizimit. Tubacionet e mëdha të thithjes vendosen fillimisht në det të hapur, ku ekipet e instalimit rreshtojnë me kujdes çdo segment përpara se ta ulin në vend, duke përdorur vingja të rëndë që operojnë nga nije ose platforma bregdetare. Ndërsa tubacioni shtrihet drejt bregut, segmentet individuale lidhen njëra pas tjetrës, duke formuar një kanal të vazhdueshëm, të projektuar për të funksionuar në ngarkesë të vazhdueshme hidraulike. Rreshtimi i saktë është kritik në këtë fazë, pasi edhe devijimet më të vogla mund të ndikojnë në performancën dhe efikasitetin e rrjedhës në afat të gjatë. Pasi montimi përfundon, linja e thithjes përforcohet me struktura mbështetëse dhe ankorohet fort në shtratin e detit. Procesi i desalinizimit fillon duke tërhequr ujin e detit përmes tubacioneve që shojnë drejt për drejt në grilat e hapura të thithjes. Uji merret disa qindra metra larg bregut, ku barriera dhe filtra thithës kapin mbeturina të mëdha lundruese dhe parandalojnë hyrjen e gjallësave detare në sistem. Një tub me diametër 63 cm mund të tërheqë deri në 15 milion litra ujë në ditë, që korespondon me më shumë se 10.000 litra në minutë në pikën e thithjes. Pompa të fuqishme më pas e shtyn ujin e detit drejt implantit. Gjatë këtij procesi,
ndonjëherë shfaqen edhe mysafirë të paftuar, si kandil deti, gafore dhe her pas here peshë të vegjël. Për t'i mbajtur këto gjallësa jashtë sistemit, instalohet një sit gjigande që bllokon çdo gjë më të madhe se 4.5 mm në diametër. Pas kësaj, uji kalon në përsita edhe më të imta për të filtruar grimcat e mbetura të mëdha. Edhe pasi organizmat më të mëdhenj janë hequr, uji ende përmban shumë sedimente të pezulluara. Zgjidhja është një proces i quajtur filtrimi, i cili zhvillohet në depozita të mëdha. Këtu, uji rrjedh poshtë përmes shtresave të rërës duke përdorur gravitetin. Hapësira ndërmjet grimcave të rërës janë aq të vogla sa vetëm uji mund të kalojë, ndërsa grimcat e pezulluara bllokohen. Rëra lëviz vazhdimisht poshtë në drejtim të kundërt me rrjedhën e ujit dhe grimcat e ndotura ngjiten në sipërfaqen e saj. Pas kësaj faze, uji duket më i pasur, por ende përmban një numër të madh grimcash mikroskopike. Çdo gjë më e madhe se rreth 1/10 e trashësisë së një floku njerëzor hiqet. Më pas, lopata të mëdha përzihen ujin dhe impjanti shton dy kimikate, hipoklorit natriumi, një dizinfektues dhe klorur ferrik, një koagulant. Koagulanti bën që rëra e imët dhe grimcat e mbetjeve të bashkohen në floke më të mëdha, të cilat më pas fundosen në fund të depozitës. Pjesa më e madhe e ndotjes tani është hequr, por uji është ende larg të qenit i mjaftueshëm i pastër për fazën e desalinizimit. Pasi uji kalon në përfiltrimin e imët, ai hyn në sistemin e filtrimit me karta, linja e fundit mbrojtëse përpara osmozës së kundërt. Brenda çdo strehimi ndodhen disa karta të përbëra nga shtresa fibrash të ngjeshura fort, me madhësi poresh nga 1 deri në 5 mikron. Ndërsa uji rrjedh nga pjesa e jashtme drejt qendrës së çdo karte, grimcat mikroskopike bllokohen ndërmjet shtresave të fibrave. Ndërsa uji i pastër kalon përmes murit të kartës dhe vazhdon mëtej. Sapo një kartë mbushet, inxhinierët e heqin dhe e zëvendësojnë për të siguruar që sistemi të funksionojë gjithmonë me efikasitet maksimal. Më pas, uji i detit kalon në fazën më kritike, ndarjen e kripës nga uji. Kripa është jashtëzakonisht e vështirë për të hequr, sepse ionet e kripës lidhen fort me molekulat e ujit përmes tërheqjes elektrostatike. Për të thyer këtë lidhje, sistemi duhet të aplikojë presion jashtëzakonisht të lartë. Uji hyn në një proces të quajtur osmozë e kundërt, aty ku ndodh e gjithë magjia. Koncepti është i thjeshtë. Aplikohet një presion më i madh se presioni natyror osmotik, duke detyruar ujin të kalojë përmes një membrane RO ultrafine, ndërsa kripa dhe papastërtitë e tjera mbeten pas. Për të gjeneruar këtë presion, impjanti përdor pompa centrifugale me fuqi të lartë. Çdo komponent i sistemit të pompimit kontrollon një fazë të caktuar presioni, me presionin që rritet gradualisht, ndërsa uji kalon në faza të njëpasnjëshme kompresimi. Në momentin që del nga faza përfundimtare e sistemit të pompimit, presioni arrin rreth 60 bar, afërsisht 60 herë presioni atmosferik, mjaftueshëm i fortë për të ndarë ujin nga kripa në nivel molekular. Pas raundit të parë të filtrimit RO, uji është tashmë pothuajse pa krip, por ende përmban ione gjurmë dhe mikrominerale që duhet të hiqen plotësisht për të përmbushur standardet e caktuara të ujit të pijshëm. Për këtë arsye, uji dërgohet në një fazë të dytë RO, ku membrana edhe më të imta punojnë në presion më të ulët, por arrin efikasitet më të lartë në heqjen e kripës. Kjo fazë ul përçueshmërinë elektrike të ujit në nivele jashtëzakonisht të ulta, duke hequr ionet e mbetura dhe duke çuar ujin në cilësi të vërtet ujit të pastruar. Rezultati përfundimtar është që rrjedh uji jashtëzakonisht e pastër, me pothuajse përsosmëri në pastërti, gati për remineralizim ose shpërndarje. Pas kalimit në përmembranat e osmozës së kundërt, uji pastruar është i përshtatshëm për ujitje, por pH-i i tij ende duhet të balancohet përpara se të konsumohet në mënyrë të sigurt nga njerëzit. Për këtë qëllim, impjanti rregullon pH-in, zakonisht duke shtuar një sasi të vogël acidi ose një solucion balancues për ta sjellë ujin brenda një intervali të sigurt. Uji desalinizuar me RO përmban gjithashtu shumë pak minerale thelbësore, krahasuar me ujin tipik të pijshëm.
Për të përmirësuar shijen dhe cilësinë e përgjithshme, gjatë procesit të remineralizimit, shtohen sasi të vogla mineralesh si kalciumi dhe magnezi. Ky hap rikthen profilin mineral të ujit, rregullon pH-in, rrit alkalinitetin dhe rikthen një shije natyrale, duke krijuar ujë që nuk është vetëm i sigurt, por edhe më i shëndetshëm dhe më i këndshëm për tu pirë. Pas desalinizimit, uji shpërndahet në zonat e banuara përmes një rrjeti modern tubacionesh për t'i shërbyer popullsisë së Arabisë Saudite. Megjithatë, kostoja është jashtëzakonisht e lartë, rreth $5 për metër kub ujë, diçka që në Shtetet e Bashkuara mund të kushtojë vetëm disa dhjetra cent. Abononi në këtë kanal duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës për të parë më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin.